Para se të filloj kjo histori, dua të di mendimin tuaj. Shkruani në komente, a do ta kishit falur fëmijën tuaj për një të afërm që nuk ka fëmijë? Çfarë do të ndjenin ju po të ishit në vendin e Besianit? Lexoj çdo koment dhe ju përgjigjem. Tani, le të fillojmë. Disa nga gjërat më të rënda në jetë nuk vinë me zhurmë, nuk vinë me stuhi apo me bubullima që dridhin tokën nën këmbë. Ato vinë në heshtje, të mbështjella në buzëqeshje dhe në kujdes, të fshehura pas gotave të çajit të mbrëmjes dhe prapa duarve të ngrohta që të prekin faqen kur je fëmijë dhe nuk di asgjë për botën. Disa nga gjërat më të rënda vinë të maskuara si dashuri, dhe kjo është pikërisht ajo që i bën ato kaq të pamundura për të mbajtur, kur një ditë, shumë vite më vonë, zbulon se çfarë kishin qenë në të vërtetë. Besiani nuk e kishte dieni për asgjë prej kësaj. Ai rrite i qetë, i sigurt, i mbyllur në botën e tij të vogël dhe të ngrohtë, duke menduar se e dinte gjithçka që kishte nevojë të dinte për veten e tij. Dinte emrin e tij, dinte se ku kishte lindur, dinte se kush e donte. Dhe kjo, besonte ai, ishte e mjaftueshme. Por jeta ka mënyrën e vet për t'i shkatëruar bindjet tona më të forta, pikërisht në momentin kur mendojmë se jemi më të sigurt. Historia e Besianit fillonte larg, shumë vite para lindjes së tij, në një shtëpi të bardhë me mure guri në skaj të një fshati të vogël midis maleve. Shtëpia kishte një obor të gjerë me pemë frutore dhe një portë druri që gërmohej lehtë kur era frinte nga veriu. Brenda asaj shtëpie jetonin prindrit e tij, Agimi dhe Zana, të rinj, të shëndetshëm dhe plot me ëndra për të ardhmen. Agimi ishte njeri i punës, kishte duart e mëdha dhe krahët e fuqishëm të atij që nuk kishte njohur kurrë pushimin e vërtet. Punonte çdo ditë nga agimi i parë deri vonë pas perëndimit të diellit, dhe askur nuk ankovej. Kishte një buzëqeshje të gjerë dhe sytë e zgjuar që shihnin gjëra që të tjerët i humbisnin lehtë. Zana nga ana e saj ishte një grua e qetë dhe e thellë, me zë të butë dhe zemër të madhe. Ajo ishte ajo që mbante shtëpinë të gjallë, jo vetëm me punë, por me praninë e saj, me erën e bukës së re, me këngën që këndonte herë-herë kur mendonte se nuk e dëgjonte njeri, me dritën që ndizej në sytë e saj kur kthehej burri në shtëpi. Kishin filluar familjen e tyre me dashamirësi dhe me besim, dhe fëmijët kishin ardhur, njëri pas tjetrit, si bekim pas bekimi. I pari kishte qenë Florimi, djali i madh, që prej ditës së parë kishte qenë i qetë dhe i matur. Pastaj kishte ardhur Drita, vajza e parë, me sy të mëdhenj dhe buzëqeshje që ngrohte çdo dhomë ku hynte. Pastaj Arini, djali i dytë, i gjallë dhe guximshëm, ai që ngjitej në përpemë dhe merrte plagë çdo ditë pa qarë kurrë. Dhe pastaj Suela, fëmia e katërt, e vogël dhe e heshtur, ajo që shihte gjithçka dhe fliste pak, por kur fliste, fjalët e saj bënin njerëzit të ndalonin dhe të dëgjonin. 4 fëmijë. Shtëpia ishte plot me zhurmë, me gëzim, me grindje të vogla dhe pajtima të shpejta, me të qara nate dhe me të qeshura mëngjesi. Agimi dhe Zana ishin të lodhur, por të lumtur, atë lloj lumturie që nuk mund të shpjegohet me fjalë, por që ndihet në trupin e gjithë, si një ngrohtësi e qetë që nuk shuhet kurrë. Edhe pastaj kishte ardhur Besiani, i pesti, i fundit, ai që nuk kishte qenë i planifikuar, por ishte ardhur gjithsesi, si vinë gjërat e papritura, me forcë dhe me vendosmëri, si të thoshte, jam këtu dhe nuk ka kush që mund të ndryshojë këtë. Burri i Nurit quhej Fatime. Ishte një grua e bukur me fytyrë të ëmbël dhe zemër të madhe. Ajo ishte ajo që mbante shtëpinë të gjallë, jo vetëm me punë, por me praninë e saj, me erën e bukës së re, me këngën që këndonte herë-herë kur mendonte se nuk e dëgjonte njeri, me dritën që ndizej në sytë e saj kur kthehej burri në shtëpi. Kishin filluar familjen e tyre me dashamirësi dhe me besim, dhe vitet kishin kaluar me gëzim, vite ku çdo ditë kishte shtruar pritshmërinë e ëmbël të asaj që do të vinte. Por asgjë nuk kishte ardhur. Muajt kishin kaluar dhe kishin bërë vite, dhe Fatime kishte vazhduar të shpresonte me atë durim të qetë dhe të thellë që vetëm gratë e caktuara kanë, ato gra që mësojnë të durojnë jo me dorëzim, por me një forcë të brendshme si çelik. Burri nga ana e tij kishte fshehur dhimbjen e tij pas asaj qetësie të zakonshme, por ata që e njihnin mirë, Agimi mbi të gjitha, e shihnin shumë qartë se çfarë po bart vëllai. Nuri kishte ardhur një mbrëmje. Kishin pirë çaj,
siç bënin gjithmonë. Kishte qenë e qetë për një kohë të gjatë. Dhe pastaj, me zë të ulët dhe me sy në tokë, kishte thënë ato që nuk kishte guxuar ta thoshte kurrë më parë. Agim, vlla, nëse do të kishe një fëmijë që mund të jepje, nëse do ta kishit menduar ndonjëherë. Agimi kishte ngritur dorën dhe e kishte ndalur atje. Mos thuaj diçka që nuk mund ta marrësh mbrapa, kishte thënë. Por Nuri kishte vazhduar. Me fjalë të ngadalta dhe të kujdesshme, si dikush që ecën mbi akull të hollë, kishte shprehur atë dëshirë që e kishte mbajtur brenda vetes për aq kohë. Dëshirën për të pasur një fëmijë, për të dhënë dashurinë e tyre të papërdorur dikujt, për të mos e lënë atë shtëpi të madhe dhe të heshtur të ngrinte plotësisht. Biseda kishte vazhduar shumë. Kishte pasur momente heshtje të gjata, pastaj fjalë të nxehta, pastaj lot. Zana kishte qarë, Nuri kishte qarë. Edhe Agimi, burri me duart e mëdha dhe shpatullat e forta, kishte ulur kokën dhe kishte qarë. Vendimi nuk kishte ardhur atë natë. Kishte ardhur pas javësh, pas muajsh, pas shumë netësh të pagjumë ku Agimi dhe Zana kishin shtrirë duart tek njëri tjetrin e errësirë dhe kishin pyetur njëri tjetrin pyetje pa përgjigje. A ishte e drejtë? A ishte e mirë? A do ta falte fëmia kur të rritej? A do ta kuptonte? Dhe nëse nuk do ta kuptonte, çfarë? Por kishte edhe pyetjet e tjera. Si mund të rrisnin 5 fëmijë me atë që kishin? Si mund të jepnin Besianit gjithçka që meritonte? E Nuri e Fatime, ata njerëz të mirë e të vuajtur, a nuk meritonin edhe ata diçka nga jeta? A nuk ishte kjo një mënyrë për të bërë mirë njëkohësisht 2 familje? Vendimi kishte ardhur, si shumë vendime të rëndësishme, jo me siguri, por me mungesë rrugë tjetër. Kishte ardhur si ai moment kur qëndron para një ure të vjetër mbi lum dhe dridhet dhe di që ura mund të thyhet, por dije gjithashtu se nuk ka rrugë tjetër për të kaluar. Dhe kësaj, kur Besiani kishte qenë ende shumë i vogël për të kuptuar apo për të mbajtur mend gjë, kishte kaluar, me duart e Zanës, me lot që ajo nuk i kishte lënë të bien, nga shtëpia e prindërve të tij biologjik në shtëpinë e xhaxhait Nuri dhe nuses Fatime. Kjo kishte qenë fshehur nga bota, nuk ishte qenë bërë me dokumenta zyrtare, ishte bërë me fjalën e dhënë dhe me marrëveshjen e familjes, siç bëheshin gjëra të tilla nëpër fshatra, larg syve të shtetit dhe larg gojëve të njerëzve. Besiani do të rritej si biri i Nurit dhe Fatimes, dhe askush, veçanërisht ai vet, nuk do ta dinte të vërtetën. Kjo kishte qenë vendimi. Dhe me atë vendim, Besiani kishte filluar jetën e tij. Rritja e Besianit kishte qenë e butë si buka e nxehtë dhe e sigurt si muret e asaj shtëpie. Nuri kishte qenë babai i tij, i gjithë i tij, i plot dhe i padyshimt. Fatime kishte qenë nëna e tij, ajo grua e butë me duart e ngrohta dhe zërin e qetë. Nuk kishte pasur asnjë ditë, asnjë moment, asnjë sekondë në të cilën Besiani kishte dyshuar nëse ai duhej të ishte atje. Sepse dashuria e Nurit dhe Fatimes për të kishte qenë absolute. Inteligjencë praktike që i bën njerëzit të suksesshëm jo me shkëlqim të papritur, por me punë të qëndrueshme dhe me vendosmëri. Kishte fituar miq të vërtet, Lirin dhe Grantin, 2 djemt me të cilët kishte kaluar çdo fundjavë prej moshës 10 vjeçare. 3 djem që ndanin gjithçka me njëri tjetrin, librat, lojrat, sekretet e vogla, dëshpërimet e para adoleshente, çudosjet e para të zemrës. Nuri e kishte parë duke u rritur me një gëzim që nuk mund ta fshihte. Çdo herë që Besiani arrinte diçka, çdo herë që sillte një notë të mirë nga shkolla, çdo herë që fitonte një konkurs apo bënte diçka me dëshirë dhe me zell, Nuri mbante atë fytyrën e tij të zakonshme të qetë, por sytë e tij, ata sy të ngjyrës së hekurit, ndriçonin me atë dritë që nuk ka emër, por që çdo prind e njeh. Fatime kishte qenë ndryshe. Ajo e kishte shprehur dashurinë e saj me fjalë dhe me vepra çdo ditë. Kishte qenë ajo lloj nëne që fëmijë di gjithnjë se ku mund të kthehet. Kur Besiani kishte pasur ditë të keqe, kur kishte humbur besimin te vetja, kur dyshimet e adoleshencës kishin filluar të gropen brenda tij si moli në dru, gjithmonë kishte qenë Fatime atje, me çajin dhe me fjalët e duhura dhe me praninë e saj të qetë të fortë. Edhe marrëdhëniet me familjen e madhe kishin qenë të pranishme gjatë gjithë kohës. Vizitat tek xhaxhai Agim dhe tezja Zana, kështu i kishte njohur ai, kishin qenë të rregullta. Kishte kaluar kohë me Florimin, Dritën, Arinin dhe Suelën, të afërmit e tij, kushërinjët, dhe i kishte dashur me atë lloj dashurie të natyrshme dhe të lirshme që kanë fëmijët para se jeta t'i mësojë kompleksitetet. Por gjithnjë kishte qenë diçka shumë e imët,
që Besiani nuk kishte mundur ta emërtonte. Një lloj vëmendje e tepërt nga Tezja Zana, një lloj natyre e veçantë në mënyrën si e prekte faqen ose si e shikonte kur mendonte se ai nuk e kishte vënë re. Një lloj trishtimi i fshehur në sytë e saj, sa herë që Besiani largohej nga shtëpia e tyre pas vizitave. Kishte menduar ngonjëherë se Tezja Zana ndoshta kishte dëshiruar fëmijë shtesë dhe nuk kishte patur fat. Kjo kishte qenë shpjegimi që kishte gjetur vetë, i vogël siç kishte qenë, dhe kishte qenë i mjaftueshëm për ta mbyllur atë pyetje për shumë kohë. Derisa nuk kishte qenë më. Kishte qenë në periudhën e shkollës së mesme, ku kishte ndodhur incidenti i parë i vërtet. Ai incidenti i vogël që nuk e kishte kuptuar plotësisht atëherë, por që kishte mbetur i ngulitur në memorien e tij si një gjembi i imët në gisht. Kishte qenë me Lirin dhe Grantin, duke u kthyer nga shkolla, dhe kishin kaluar para shtëpisë një plaku të fshatit. Isuf Efendiu, siç e quanin të gjithë, një burr i moshuar me mjekër të bardhë dhe me kujtesa të gjata si rrugët malore. Plaku kishte qenë ulur jashtë dhe i kishte parë kaluar. Kishte bërë me dorë tek Besiani. Ti je biri i Nurit, kishte thënë plaku, jo si pyetje, por si konstatim. Po, unë jam, kishte thënë Besiani me buzëqeshje. Plaku kishte shikuar për një sekond, atë lloj shikimi të ngadalt të njerëzve të moshuar që mendojnë shumë para se të flasin, dhe pastaj kishte thënë, Nuri bëri mirë, bëri shumë mirë, dhe kishte kthyer shikimin. Besiani kishte bërë disa hapa, dhe pastaj kishte ngadalsuar. Nuri bëri mirë. Çfarë kishte bërë mirë që ai plaku kishte folur? Liria kishte vazhduar të fliste për diçka, ndonjë gjë për mësuesin e matematikës, dhe Besiani kishte vazhduar të eci, por mendja e tij kishte ndalur atje, tek atë fjalë, Nuri bëri mirë. Kishte pyetur Nurin atë mbrëmje, rastësisht, ndërmjet darkës. Babi, Isuf Efendiu më tha sot se ti bëre mirë, ç'do thot kjo? Nuri kishte ngritur syt nga pjata. Kishte kaluar diçka në përfytyrën e tij, shpejt si hija e një zogu që fluturon mbi dritare, dhe pastaj kishte thënë me qetësi, ai plak flet shumë, mos i vë rëndësi. Por çfarë kishte qenë ajo gjë e mirë që plaku kishte folur? Kishte ngulmuar Besiani jo seriozisht, thjesht me kuriozitetin e zakonshëm të tij. Kam ndihmuar një fqin dikur, gjërat vogla, plakut i pëlqen t'i kujtoj. Dhe Besiani kishte kaluar faqen, siç e kalon faqen kur jeta ka shumë faqe të tjera interesante dhe kjo e veçantë duket rëndomt. Por fara kishte vazhduar të rritej, ngadalë nën tokë. Adoleshenca kishte sjell me vete atë lloj trazire të brendshme që çdo njeri e kalon, por secili e kalon ndryshe. Për Besianin kishte qenë periudha kur kishte filluar të pyes jo vetëm botën përreth tij, por edhe veten e tij. Kush ishte? Çfarë donte të bënte? Ku i përkiste? Kishte ndjesin, jo të qartë, jo të formulueshme, por gjithsesi të pranishme si erë e hershme e shiut, se diçka në mozaikun e jetës së tij nuk përputhej plotësisht. Nuk ishte qenë asgjë e madhe, nuk ishte qenë asgjë që ai mund të tregonte dikënd dhe të priste ta merrte seriozisht. Kishte qenë thjesht ato momente të vogla, kur shikonte fotot e familjes dhe mendonte se si nuk ngjante me asnjë prej kushërinjve të tij, por gjithashtu nuk kishte pasur siguri nëse ngjante me Nurin apo Fatimen. Kur Fatime kishte kaluar ditëlindjet e tij me atë ndjeshmëri të veçantë, sikur çdo vit t'i kujtonte diçka tjetër gjithashtu, diçka melankolike brenda festës, kishte qenë 11 vjeç kur kishte bërë pyetjen e parë me zë. Kishin qenë vetëm, ai dhe Fatime, në kuzhinë, pas darkës, kur Nuri kishte dalë ashtë të takonte fqinjin. Besiani kishte bërë detyrat dhe Fatime kishte pastruar enët. Kishte një dhomë ngrohtë dhe e qetë, me erën e detergjentit dhe me zërin e butë të ujit. Mami, kishte thënë ai, pa ngritur syt nga libri. Pse nuk ke fotografi nga kur isha shumë i vogël, kur isha foshnje? Heshtja që kishte ndjekur ato pyetje kishte qenë e çuditshme, jo e gjatë, jo e dukshme, por e shenjzuar. Fatime kishte vazhduar të fërkonte enën, por raporti i Dorës me enën kishte ndryshuar, kishte qenë pak shumë e ngadalt, pak shumë e kujdesshme. Ke, kishte thënë ajo, po ku i ke gjetur? Janë atë album të vjetër. E di, kishte thënë Besiani, por janë pak, dhe ajo fotografia e parë kur isha shumë i vogël, unë dukem sikur jam 2 ose 3 muaj, nuk ka asgjë më parë. Fotoaparati prishej, kishte thënë Fatime me një natyrsi të tillë që kishte qenë shumë e natyrshme, shumë e gatshme, shumë e shpejt. Kemi humbur shumë foto nga ato vitet. Kishte thënë Besiani, dhe kishte vazhduar detyrat. Por ajo, kishte mbajtur brenda tij diçka që nuk kishte qenë e kënaqshme plotësisht. Sikur hap një kuti dhe e mbyll,
duke ditur se është diçka brenda, por pa e parë. Kishin kaluar vitet. Besiani kishte hyrë në adoleshencën e plot, ai emocioni i dhimbshëm dhe i bukur mes fëmijërisë dhe moshës së pjekurisë. Kishte filluar të lexojë shumë, roman, histori, filozofi sipërfaqësore që i kthehej pa e kuptuar pse tërhiqte kaq shumë. Kishte filluar të shkruajë gjithashtu, jo shumë, jo me ambicie të qarta, por me atë dëshirën e brendshme të atyre njerëzve që mendojnë me shumë dhe kanë nevojë ta lëshojnë diku. Liri kishte shkuar për studime jashtë, një mundësi e rrallë dhe e lumtur. Grandi kishte qëndruar, por kishte filluar të punojë pas shkolle dhe kishte pak kohë. Besiani kishte gjetur veten gjithnjë më shumë i vetëm, jo me ndjenjën e izolimit, por me atë lloj vetmie produktive që njohin ata që janë miq me veten e tyre. Kishte bërë planifikimin, donte të vazhdonte studimet, kishte talentin dhe zellin. Nuri dhe Fatime kishin qenë krenar dhe gëzues, por edhe të brengosur për të ardhmen financiare. Kishin folur me fqinjet, me të afërmit, kishin parë mundësi. Kishte qenë një periudhë e re, plot me lodhje e me shpresë. Dhe ishte pikërisht gjatë kësaj periudhe, kur Besiani kishte qenë gati të hyjë në pragun e moshës së pjekurisë, që faraja kishte filluar të mbirë. Kishte ndodhur gjatë vizitës së fundit vjetore tek Agimi, ajo familje që Besiani e dinte si xhaxhain dhe tezen nga ana e babait. Kishin qenë të gjithë bashk, Florimi tashmë me gruan e tij, Drita me fëmijën e saj të vogël, Arini dhe Sueja. Gjithë ata njerëz me të cilët Besiani kishte gjithmonë një marrëdhënie miqësore, por jo shumë të afërt. Ata kushërinj që shiheshin 1 ose 2 herë në vit dhe bënin biseda të ngrohta, por pak thelbësore. Kishte qenë pasdarke. Besiani kishte dalë jashtë në obor të merrte ajër. Errësira kishte qenë e butë dhe e plot me yje. Ajo errësirë verore që ka aromë bari dhe ftohjeje të lehtë. Kishte ulur mbi shkallët e gurit kur kishte dëgjuar zërat. Kishin qenë Drita dhe Arini, kushërinjt, duke folur në dhomën e afërt, dritarja e hupur. Nuk kishin ditur se Besiani ishte atje. Nuk kishin folur me zë lart, kishin folur me atë zë mesatar, të zakonshëm të dy njerëzve që diskutojnë diçka të njohur mirë. Kurrë nuk e ka kuptuar, apo jo? Kishte thënë Drita. Nuk e ka, dhe mirë ashtu, çfarë do të fitonte? Kishte thënë Arini. Prap, kishte thënë Drita, ndihem keq, sidomos kur e shoh kaq herë në vit dhe nuk di asgjë. Është heshtu, kishte thënë Arini me zë pak më të ulët. Ai mund të jetë dikund. Nuk është, dola jashtë dhe nuk e pash. Gjithsesi kjo nuk është biseda të bëjmë ne. Ka pasur vendim i bërë nga prindrit, nga të gjithë, dhe ne nuk kemi çfarë. Besiani kishte dëgjuar të gjitha këto. Kishin qenë disa sekonda vetëm, ndoshta 30, ndoshta 1 minutë, por ato sekonda kishin ndryshuar diçka. Nuk kishte kuptuar, nuk kishte ditur, por kishte ndjerë me atë instinkt primitiv të njeriut para diçkaje të papritur, se ato fjalë kishin qenë për të. Nuk e ka kuptuar kurrë, ndihem keq, ka pasur vendim i bërë nga prindrit. Kishte ngritur dhe kishte hyrë brenda siç duhej, duke qeshur dhe duke folur, duke vazhduar mbrëmjen si gjithmonë. Por brenda tij kishte diçka tjetër, sikur vun uji që fillon të nxehet, ende i qetë, por nuk i shpëton syt se po ndryshon. Kishin kaluar vitet. Besiani kishte hyrë në adoleshencën e plot, ai emocioni i dhimbshëm dhe i bukur mes fëmijërisë dhe moshës së pjekurisë. Kishte filluar të lexojë shumë, roman, histori, filozofi sipërfaqësore që i kthehej pa e kuptuar pse e tërhiqte kaq shumë. Kishte filluar të shkruajë gjithashtu, jo shumë, jo me ambicie të qarta, por me atë dëshirën e brendshme të atyre njerëzve që mendojnë me shumë dhe kanë nevojë ta lëshojnë diku. Kishte filluar të vëzhgonte. Vëzhgim jo i vetëdijshëm, jo i planifikuar, por ai lloj vëzhgimi që bëhet spontanisht kur je i alarmuar brenda, edhe pse nuk e pranon me mendje. Kishte filluar të shikonte mënyrën si Nuri e prekte supet kur flisnin, si Fatimi e shikonte kur mendonte se ai nuk e vinte re, si xhaxhai Agim gjatë vizitave kishte herë të shprehje, të rëndë dhe të ëmbël njëkohësisht, kur shikonte Besianin. Kishte filluar të kujtojë gjëra që i kishte harruar, ose ndoshta jo harruar, por mbyllur në ndonjë sirtar të brendshëm pa i dhënë vëmendje. Si ajo herë kur kishte qenë shumë i vogël dhe kishte dëgjuar fjalën i falit, si heshtja e Fatimes kur kishte pyetur për fotot, si ajo shprehje e Isuf Efendiut, Nuri bëri mirë. Copzat po mblidheshin. Ende nuk formonin figurën e plot, ende nuk kishte dritë të mjaftueshme për ta parë, por po mblidheshin gjithsesi. Dhe pastaj kishte ndodhur ajo. Kishte qenë një ditë e zakonshme e fundjavës. Nuri kishte dalë herët, kishte punë diku, kishte thënë, dhe Fatime kishte dalë gjithashtu te komshia e ngushtë, duke premtuar se do të kthehej para drekës. Besiani kishte qëndruar vetëm në shtëpi, gjë që ndodhte shpesh, dhe kishte ndjerë mirë, kishte kohë vetjake, lexonte, mendonte.
Kishte qenë duke renditur librat e vjetër në dhomën e bujtësve, kur kishte gjetur kutinë. Ishte një kuti kartoni e vogël, e mbyllur me shirit ngjitës të vjetër, e fshehur pas librave të vjetër dhe disa sendeve shtëpiake. Nuk ishte qenë e fshehur me kujdes, kishte qenë thjesht atje, si gjërat që vendosen diku pa plan dhe qëndrojnë sepse askush nuk e ka marrë kurrë. Besiani kishte ngritur kutinë. Kishte qenë e lehtë, nuk kishte pasur shumë brenda. Kishte hezituar. Kishte pasur atë ndjenjë, ajo ndjenjë pa përcaktuar kur qëndron para diçkaje dhe nuk di nëse dëshiron të hapësh. E kishte hapur. Brenda kishte pasur dokumenta të vjetra, letra, ca fotografi, disa copa letre. Kishte marrë fotografitë e para dhe i kishte parë. Fotografitë të Nurit dhe Fatimes të rinj, shumë vjet më parë, buzëqeshje të ngrira në kohë. Pastaj kishte marrë letrat. Kishte qenë letra e parë, e shkruar me dorë me shkronja të njohura, ato të Agimit, xhaxhait e tij. Besiani e kishte njohur shkrimin sepse kishte parë shënime prej tij her pas here gjatë viteve. Kishte filluar të lexojë. Nuri, vlla, ti e di mirë se ky vendim nuk u mor lehtë. Zana dhe unë kemi folur natë pas nate, kemi qarë bashk dhe veç, kemi pyetur Zotin dhe veten tonë, por e dim se Besiani do t'jetë mirë me ty dhe me Fatimen. Ju e doni atë fëmijëtëshme, e dua edhe unë, e don edhe Zana, dhe pikërisht kjo na jep forcë ta bëjmë këtë. Besiani nuk do ta di. Kjo është marrëveshja jonë. Dhe kur të rritet, nëse një herë rritet dhe pyet, ju do ta dini çfarë t'i tregoni. Por jo tani, jo kur është i vogël. Tani ai ka nevojë vetëm për dashuri, dhe ju keni dashuri të japni. Ky është bekimi jon për ty dhe Fatimen. Kujdesuni për birin ton si të juajin, sepse kështu është dhe kështu do të jetë gjithmonë. Letra kishte vazhduar, kishte pasur fjalë të tjera, falënderime, shpresë, lutje, por Besiani kishte ndalur te ato rreshtat e parë. Birin ton. Kishte rilexuar. Birin ton. Kishte lëshuar letrën. Kishte qëndruar për një moment, vetëm një moment, duke parë boshllëkun para tij. Pastaj kishte marrë letrat e tjera dhe i kishte lexuar. Të gjitha. Kishte marrë fotografitë dhe i kishte parë. Kishte riparë çdo copë letre në atë kuti. Dhe kur kishte mbaruar, kishte kuptuar. Nuk kishte qarë menjëherë. Kjo ishte gjëja e parë që ja kishte habitur veten. Fakti se nuk kishte qarë. Kishte qëndruar atje, me letrat mingjunj, në heshtinë e dhomës, dhe kishte ndjerë vetëm një lloj zbrastie të habitshme, sikur hyn në një dhomë të madhe, boshe, dhe zëri juaj bën një hon. Trupi kishte reaguar para mendjes. Kishte filluar të dridhet, lehtë fillimisht, pastaj më shumë, ato dridhjet e vogla, të pakontrollueshme, që vijnë jo nga të ftohti, por nga diçka shumë më e thellë. Kishte shtyr kutinë më një anë dhe kishte ngritur, duke u tëndur pak, si dikush që ka ndryshuar pozicion pa pshajt pas shumë kohës të ndenjurit. Kishte dalë në obor. Dielli kishte qenë i lartë dhe i ndritshëm, një ditë kaq e zakonshme, kaq e paprektur nga asnjë. Pemët kishin qenë atje, oxhaku i kishte qenë atje, shtëpia e njohur, ora e njohur, era e barit, por asgjë nuk kishte qenë e njëjtë. Agimi dhe Zana nuk janë xhaxhai dhe tezja ime. Mendimi kishte ardhur i qartë dhe i ftohtë, si guri i hedhur në ujë. Ata janë prindrit e mi biologjik, ata janë njerëzit që më kanë sjellë në botë dhe pastaj kanë vendosur të ma japin dikujt tjetër. Nuri dhe Fatime nuk janë prindrit e mi biologjik. Ata janë, fjalët nuk kishin ardhur. Çfarë ishin ata? Jo prindrit e tij, nuk nga gjaku. Por atëherë çfarë? Njerëz të rastësisë? Asgjë? Kjo nuk ishte më mkumur. Ata ishin gjithçka, ata kishin qenë gjithmonë gjithçka. Por edhe Agimi dhe Zana, ata njerëz me të cilët kishte ngrënë drekën gjatë festave dhe kishte folur sikur me xhaxhain edhe tezën, ishin diçka tjetër gjithashtu, diçka shumë e rëndë dhe e paqartë. Kishte ecur në obor pa drejtim, pastaj kishte dalë nga porta, pa menduar, automatikisht, dhe kishte filluar të ecë nëpër rrugën e fshatit. Kishte ecur shpejt, pastaj ngadalë, pastaj shpejt përsëri. Nuk dinte ku po shkonte. Mendja e kishte filluar të krijonte zinxhir pyetjesh. Pse? Pse ishin vendosur ta jepnin? Kishin pasur 4 fëmijë të tjerë. Pse ai? Pse pikërisht ai i fundit ishte ai që duhej të jepej? A nuk ishte mjaftuar dashuria e tyre për ta mbajtur? A kishte qenë një ngarkesë shumë e madhe, një fëmijë shumë? Dhe Nuri e Fatime, a kishte qenë gjithë ajo dashuri e vërtet, apo kishte qenë diçka e blerë, diçka e dhuruar, diçka e marrë si objekt dhe jo si person? A mund të ishte e vërteta dashuria nëse bazohej mbi një gënjeshtër kaq të madhe? Kushërinjt, Florimi, Drita, Arini, Sueja kishin ditur gjithë kohës. Drita dhe Arini kishin folur atë natë, nuk e ka kuptuar kurrë. Pra kishin ditur,
Kishin hyrë sa herë me të, kishin ngrënë, kishin qeshur dhe kishin ditur gjithkohës se ai nuk dinte. Kishin pasur ata avantazh të frikshëm, ta shihnin atë duke ecur i verbër ndërmjet tyre. Dhe ai, Besiani, kishte qenë i fundit që ta dinte të vërtetën e jetës së tij. E fundit, gjithkush tjetër kishte ditur. Fqinjët, plaku Isuf, kishin ditur. I gjithë fshati ndoshta kishte ditur. Dhe ai kishte vazhduar të jetonte si fëmijë i lumtur, i verbër, i mashtruar. Kjo fjala, i mashtruar, kishte zënë vend brenda tij si thika. Kishte ndalur në mes të rrugës. Kishte qenë vetëm. Rruga e fshatit kishte qenë e zbrazët. Ora e mesditës kishte nxjerrë njerëzit brenda. Kishte ulur kokën dhe kishte mbyllur syt. Dhe pastaj kishin ardhur lotët. Jo me sinjal, jo me paralajmërim, kishin ardhur si lumi kur thyen digën, me një forcë që nuk pyet dhe nuk pret leje. Kishte qarë atje, në mes të rrugës, me sytë e mbyllur dhe me duart pranë trupit, i tronditur nga brenda deri jashtë. Kishte qarë pas zë fillimisht, ato lotë të heshtura dhe të rënda. Pastaj kishte ardhur edhe zëri, ai zë i lënduar që del kur njerëzit janë vetëm dhe nuk kanë nevojë ta fshihen nga askush. Kishte qarë për një kohë të gjatë. Pastaj kishte ndalur, jo sepse kishte mbaruar, por sepse trupi kishte rënë nga forca. Kishte fshirë fytyrën me mëng të bluzës dhe kishte filluar të kthehet shtëpi. Ishte kthyer para se Fatime dhe Nuri të ktheheshin. Kishte rivendosur kutinë ku kishte qenë. Kishte larë fytyrën, kishte ulur në karrige dhe kishte pritur. Kur Fatime kishte hyrë duke mbajtur diçka nga komshia dhe duke buzëqeshur, kishte gjetur Besianin ulur në karrige, të qetë, me fytyrë jo ekspresive, dhe kishte ndjerë menjëherë diçka. Gratë si Fatime ndjenin gjithmonë diçka. "Ç'ke?" kishte pyetur ajo duke lënë gjërat dhe duke ardhur drejt tij. Besiani kishte qenë gati të thoshte asgjë, ata asgjë të zakonshëm, refleks, por kishte ndalur. Kishte parë fytyrën e Fatimes, ato sy të butë, ato buzë të shqetësuara dhe brenda tij kishte shpërthyer diçka tjetër, tani jo trishtimi, por zemërimi. "Ku je bën unë?" kishte thënë ai. Fatime kishte ngrirë, vetëm për një sekond, por ajo sekond kishte qenë gjithë përgjigja që kishte nevojë Besiani. "Ç'do të thuash?" kishte thënë ajo me zë të qetë, shumë të qetë. "Ke dëgjuar?" kishte thënë ai. Kishte ngritur, kishte qenë i lartë tani, tallësh se Fatime, dhe kishte shikuar poshtë tek ajo me atë shikimin e dikujt që kërkon jo informacion, por konfirmim. Heshtja kishte zgjatur e gjatë. Pastaj Fatime kishte ulur shikimin. Duart e saj kishin filluar të lëvizin, ato lëvizje të vogla, nervoze, duke frërkur njëra tjetrën. "Si e mësove?" kishte thënë ajo me zë shumë të ulët. "Kjo nuk ka rëndësi," kishte thënë Besiani. Dhe pastaj, pa pritur më, kishte lënë dhomën. Kishte shkuar në dhomën e tij dhe kishte mbyllur derën. Kishte dëgjuar Fatime duke thirrur Nurin me telefon, duke folur me zë të ulët, fjalë që Besiani nuk i kishte dëgjuar qartë, por i kishte imagjinuar. Ka zbuluar, nuk e dim si. Erdhi vetëm dhe pyeti. Kishte qëndruar shtrirë në shtratin e tij dhe kishte parë tavanit derisa nuk kishte parë asgjë më. Kur Fatime kishte ardhur, kishte trokitur lehtë. Besiani nuk kishte thënë gjë. Nuri kishte hyrë gjithsesi dhe kishte ulur ngadalë në fund të krevatit, si dikush që e di se është në terren të rrezikshëm dhe lëviz me kujdes. Kishte pasur heshtje e gjatë mes tyre. Pastaj Nuri kishte thënë: "Je mësuar." Nuk kishte qenë pyetje, kishte qenë pohim, i thjeshtë e i rënd si gurin e hedhur nga lart. Besiani nuk kishte thënë gjë. "Do të shpjegoj gjithçka," kishte thënë Nuri, "nëse dëshiron të dëgjosh." Besiani kishte kthyer kokën dhe e kishte parë. Kishte parë fytyrën e atij burri, ata sy të ngjyrës së hekurit, tani të rënduar me diçka që ishte e papërshkrueshme dhe kishte ndjerë gjëra kundërshtare njëkohësisht: zemërim, dashuri i lënduar, nostalgji absurde, konfuzion i plot. "Pse nuk mu treguat?" kishte thënë ai. Zëri i tij kishte qenë i qetë, me atë qetësi artificiale të njerëzve kur kontrollit i mbetet pak. Nuri kishte marrë frymë thellë, sepse besojmë se ishte mirë kështu. "Ju besuat," kishte thënë Besiani. "Po unë? Nuk isha unë dikush që duhet besoja diçka gjithashtu?" Nuri nuk ishte pasur përgjigje për atë. Besiani kishte ngritur dhe kishte dalë nga dhoma. Ajo natë kishte qenë nga netët më të gjata të jetës e tij. Kishin qenë të tre në shtëpi, Besiani, Nuri dhe Fatime, secili në dhomën e tij, secili i rënd me gjërat pa thëna. Fatime kishte bërë darkën, kishte vendosur enët, por askush nuk kishte ngrënë. Kishin ulur për pak kohë rreth tryezës, me heshtje të rënd mes tyre,
dhe pastaj Besiani kishte ngritur pa fjalë dhe kishte shkuar. Natën kishte qëndruar zgjuar, kishte dëgjuar shtëpinë duke fjetur, zërat e natës, zërin e orës, erën e lehtë nga dritarja dhe kishte menduar. Kishte menduar gjithçka, nga çdo drejtim, duke u përpjekur ta kuptonte. Kishte menduar Agimin dhe Zanën, ata njerëz që kishte njohur si Xhaxhai dhe Tezja, dhe kishte provuar t'i shikonte me sytë e ri. Kishte parë fytyrën e Zanës si kishte qenë me të, atë shprehjen e veçantë, atë trishtimin e fshehur. Tani kuptonte. Tani gjithçka kishte kuptim, por ky kuptim ishte dhimbje, jo lehtësi. Kishte menduar Nurin dhe Fatimen dhe dashuria e tyre, gjithë ato vite, gjithë ato momente. A kishte ndryshuar ajo? A kishte qenë ajo dashuri e rreme? Jo, nuk mund të ishte. Kishte qenë shumë e vërtet, shumë e plot, por kishte ndërtuar mbi një gënjeshtër. Dhe kur ndërtesa ngrihet mbi themel të rrem, çfarë ndodh me gjithçka lart? Kishte menduar veten, Besianin, dhe kishte ndier diçka të çuditshme, ndjenjën e humbjes së vetes, si njeriu që hap pasaportën dhe gjen emrin e dikujt tjetër. Gjithë jetën kishte qenë dikush i caktuar, me identitet të qartë, me rrënjë të ditura. Dhe tani, brenda natës, ato rrënjë kishin ndryshuar. Kush jam unë? Kjo kishte qenë pyetja, e thjeshtë, e tmerrshme, pa përgjigje të gatshme. Jam i biri i Nurit dhe Fatimes, por jo nga gjaku. Jam i biri i Agimit dhe Zanës, por jo nga jeta. Kam 2 familje dhe asnjë. Kam 2 identitete dhe asnjë. Kishte ndodhur diçka tjetër gjithashtu, diçka edhe më errët. Kishte filluar të mendojë se ndoshta nuk kishte qenë i dashur mjaftueshëm. Nëse prindrit biologjik të tij kishin pasur 4 fëmijë të tjerë, nëse shtëpia e tyre kishte qenë plot, pse pikërisht ai duhej të jepej? Nuk kishte qenë i pari? Jo. Nuk kishte qenë i veçantë? Ndoshta jo. Kishte qenë thjesht ekstra, i tepërt, ai që mund të jepej sepse nuk do t'i mungonte askujt. Kjo mendim, kjo gjendje, isha i tepërt, kishte hyrë brenda tij si helmi, ngadalë dhe pa bujë, duke i lyer gjithçka me ngjyrën e saj të errët. Ditët pas zbulimit kishin kaluar me atë ngadalësi monstruoze të kohës kur jeta është e rëndë. Besiani kishte vazhduar rutinën, kishte ngritur, kishte ngrënë, kishte dalë, por kishte qenë si kukull, me lëvizje mekanike dhe syt larg. Nuri dhe Fatime kishin shikuar me shqetësim, por kishin pritur, kishin kuptuar se duhej t'i jepnin kohë. Granti i kishte parë ndryshimin menjëherë. "Ç'ke?" kishte pyetur Granti një ditë kur kishin dalë, rruga e zakonshme, rreth fshati, ajo shëtitje pa destinacion e vjetër miqve. "Asgjë", kishte thënë Besiani. "Mos më gënjeshtro", kishte thënë Granti pa zemrim. "Të njoh, ke diçka." Besiani kishte qëndruar, kishte parë rrugën para tij, ato gur të njohur, ato pemë të njohura, dhe pa prasmas kishte ndier se nuk mund ta ndante më. Kishte trekuar gjithçka. Kutin, letrat, bisedën me Fatimen dhe Nurin, natën pa gjumë, atë mendim, isha i tepërt. Kishte treguar me fjalë të shpejta dhe të paqarta, nuk e parë Grantin, duke parë tokën para tij. Granti kishte dëgjuar pa ndërhyrë, kishte pritur që Besiani të mbaronte. Pastaj kishte thënë, "Nuk isha i tepërt, ata të deshën shumë, pikërisht prandaj bën atë vendim të vështirë. Nuk e shoh kështu. E di, por kjo nuk do të thotë se ke të drejtë." Kishte qenë biseda e parë e vërtet pas zbulimit. Kishte dhënë pak lehtësi, jo zgjidhje, por atë lehtësi të vogël që jep fakti i thënies me zë. Por lehtësia ishte e vogël dhe dhimbja e madhe. Kishte ardhur dita kur Besiani kishte shkuar tek Agimi dhe Zana. Kishte shkuar vetëm, pa paralajmërim. Kishte trokitur në portën e tyre, atë portë druri që gërmohej me erë, dhe kishte pritur. Zana kishte hapur derën dhe kishte parë Besianin dhe, për një moment të vetëm, fytyra e saj kishte treguar gjithçka. Njohu menjëherë se ai dinte. "Hyr bir", kishte thënë ajo me zë shumë të qetë. Kishte qenë korriku, dhe kopshti kishte pasur aromë lulekbore dhe dëbore të hershme. Kishin ulur në obor. Agimi kishte dalë gjithashtu. Kishte parë Besianin dhe kishin ulur si njerëz që presin vendimin e gjykatës. Besiani kishte parë ata 2 njerëz. Agimin, me flokët e thinjurit dhe duart e mëdha mbi gjuhë, Zanën, me sytë e saj ku kishte gjithmonë ajo ndjenje fshehur dhe tani kishte ardhur në sipërfaqe, e pambajtur, e lirë, e dhimbshme. "Ju jeni prindrit e mi", kishte thënë ai. "Jo pyetje." "Po", kishte thënë Agimi. "Vetëm po", pa fjalë shtesë. Zana kishte sjell duart e fytyra. Kishin ardhur lotët, jo me klithëm,
por me atë heshtje të lotëve të mbajtur shumë gjatë, të cilët kur vinë pa zhumë. Pse? Kjo kishte pyetja e Besianit, e thjesht dhe e rëndë si shkëmb. Pse unë? Keni pasur 4 fëmijë, pse pikërisht mua? Agimi kishte qëndruar për një kohë, pastaj kishte filluar të flasë, me zë të ngadalt dhe të rëndë, si dikush që ngre barë nga toka. Kishte folur për atë kohë, për kushtet, për varfërinë e fshehur pas punës, për ankthin e të parit si do të rrisnin 5 fëmijë me mjetet e tyre. Por pastaj kishte kaluar te gjëja e vërtetë. Nuri dhe Fatime. Kishin qenë vite ata duke pritur, kishte thënë Agimi, vite duke vuajtur me heshtje, duke shkuar tek mjekët, duke kthyer prapa me duar bosh, dhe Nuri kishte qenë vëllai i tij, vëllai i madh, ai njeri i fortë, dhe kishte parë si po e gëlltiste brenda ajo dhimbje. Besiani, kishte thënë Agimi, nëse do kishim dhënë njërin nga fëmijët tanë të parë, Florimt, dritën, nuk do kishim mundur. Besoja mund t'i kisha dhënë shpirt të tin, por ti ke ardhur si dhuratë e pestë, si befasi, dhe kur ke ardhur, Nuri kishte ardhur tek ne dhe kishte thënë atë fjalën e tij të parë me zë pas shumë kohësh. Dhe ne, unë dhe nëna jote, kemi menduar se ndoshta ishe ti ai fëmijë, që Zoti e kishte dërguar jo vetëm për ne, por edhe për ta. Kjo nuk ishte vendimi juaj për ta bërë, kishte thënë Besiani, dhe kishte qenë i qetë, me atë qetësi të ngrohtë por të vendosur të atyre njerëzve që kanë kaluar në për diçka dhe kanë dalë nga ana tjetër. Ishte vendim për jetën time dhe nuk u pyeta. Ishe foshnje, kishte thënë Agimi, nuk mund të pyeteshe. Por kur u rrita, kishte thënë Besiani, kur kam pasur moshën ta kuptoja, kush vendosi se nuk duhej ta dija? Heshtja kishte pasuar. Zana kishte qarë me heshtje. Agimi kishte ulur kokën. Frikoheshim, kishte thënë Agimi në fund. Frikoheshim se nëse do dije, do të lëndoheshe, dhe ne nuk duam të lëndoheshe. Tani jam lënduar, kishte thënë Besiani, dhe lëndimi vjen edhe nga mosnjohja. Kishte ngritur, kishte bërë disa hapa, pastaj kishte kthyer dhe kishte thënë, nuk urrehem, kishte thënë, fjalë me të cilat kishte befasuar veten, por kam nevojë për kohë, dhe kishte dalë. Kishte ardhur shtypi me hapa të rëndë. Nuri kishte ulur jashtë, në shkallët e gurit, si dikush që pret. Kishte parë Besianin duke ardhur dhe nuk kishte thënë gjë. Kishte pritur vetëm, me atë durim të tij të heshtur. Besiani kishte ulur pranë tij. Kishin qëndruar pa folur për një kohë të gjatë. 2 njerëz mbi shkallë guri, me qiell mbi ta dhe botë rreth tyre, me gjëra shumë të rënda mes tyre. Tani di gjithçka, kishte thënë Nuri. Besoj se po. Dhe si je? Nuk e di. Nuri kishte lëvizur, kishte kthyer kokën dhe kishte parë Besianin me ato sy të tij, dhe kishte thënë diçka që Besianin nuk do ta harronte kurrë. Dashuria ime për ty nuk ka qenë kurrë e ndryshme nga dashuria e birit. Nuk ka qenë dashuri e dhuruar, e dhemshme, e detiruar. Ka qenë e imja plotësisht. Ti ke qenë imi, jo sepse ishte marrëveshje, por sepse kur mbojta duart e tua të herës së parë, gjithçka tjetër humbi kuptim. Besiani kishte dëgjuar ato fjalë, kishte dëgjuar me veshët dhe me gjithë trupin. Nuk kishte thënë gjë, por lotët kishin ardhur, herën e dytë në ditën e tij, dhe këtë radhe me Nurin pranë tij, me dorën e Nurit mbi supet e tij. Por lehtësia e atij momenti ishte brisht, si drita e parë e Agimit, e ëmbël dhe e premtueshme, por e pamjaftueshme për të ngrohur botën e ftoft. Dhimbja nuk ishte zhdukur. Nuk e kishte zgjidhur një bisedë edhe nëse ishte e vërtet dhe e lënduar. Besiani ishte vazhduar të ndihej si njeri i ndarë në dysh, njeri që me mendjen e dinte se ishte dashur, por me zemrën kishte ende atë frikën e atij mendimi. Isha tepruar. Ky mendim, ai helm, kishte vazhduar të punonte brenda tij në heshtje. Kishte gjurmuar çdo kujtim tani me gjilpënën e ri. Çdo herë që Fatime i dhënte darkë, a kishte qenë dashuri apo detyrë? Çdo herë që Nuri i dhënte lavdrim, a kishte qenë krenari ose kompensim? Çdo herë që Xhaxha Agimi kishte buzëqeshur tek ai, a kishte çfarë ai mendonte apo diçka tjetër, diçka e fshehur dhe e rëndë? Besiani kishte filluar të tërhiqej. Kishte tërhoqur veten nga biseda, nga tavolina e darkës, nga familja e madhe. Kishte dalë rrugëve vetëm, natën dhe ditën. Kishte lexuar, por jo me të tjerë atë gëzim të vjetër, me atë kuriozitet i cili kishte qenë i tij.
Kishte lexuar si dikush që kërkon të mbulohet me fjalë. Granti e kishte vënë re dhe kishte qëndruar pranë, i qetë, pa shtyrë, duke ofruar prezencën e tij pa insistuar. Kjo kishte qenë miqësia e vërtetë. Jo kuptimi i dhënë me forcë, por prezenca e dhënë me butësi. Por as Granti nuk kishte mundur t'i jepte atë që Besiani kishte nevojë. Sepse ajo që kishte nevojë nuk ishte diçka që i jepej nga jashtë. Ishte diçka që duhej gjetur nga brenda dhe ai nuk dinte ende ku ta kërkonte. Kishte kaluar koha. Besiani kishte filluar ta planifikojë largimin pa e pranuar me vete se po e planifikonte. Kishte filluar të mendojë më abstrakte. Qytetet e tjera, universitetet larg, mundësi studimi. Kishte bërë pyetje, kishte mbledhur informacion. Kishte bërë gjithçka që duhet bërë para një vendimi të madh, pa u thirrur vendim. Dhe pastaj një ditë, natë pas dimri, kishte thënë me zë: "Po largohem." Kishte qenë darkë. Kishin qenë të tre: Besiani, Nuri, Fatime, rreth tryezës me ushqim mes tyre dhe shtypja e njohur e gjërave të pathëna. Besiani kishte vendosur enën, kishte marrë frymë dhe kishte thënë: "Kam vendosur të largohem për një kohë, të studioj gjetk, kam nevojë për distancë." Fatime kishte ndalur, kishte kthyer sytë tek ai, ata sy të butë të saj, tani me atë frikën e njohur të njeriut që e di se ka ardhur ajo që ka shqetësuar. Nuri kishte pritur. "Sa kohë?" kishte pyetur Fatime. "Nuk e di," kishte thënë Besiani sinqerisht. "Sa të kem nevojë." "Kur do të nisesh?" "Shpejt." Kishte pasur heshtje. Pastaj Fatime kishte ngritur dhe kishte ardhur tek ai. Kishte ulur pranë tij dhe kishte marrë duart e tij me duart e saja. Duart ato të vogla dhe të ngrohta që Besiani i kishte njohur gjithë jetën si shenjë sigurie. "Nuk do të ndaloj," kishte thënë ajo, "por dua të dish, kudo që të shkosh, kjo shtëpi është jotja, gjithmonë." Besiani kishte parë duart e Fatimes mbi duart e tija. Kishte ndjer atë ngrohtësinë e njohur dhe kishte ndjer gjithashtu dhimbjen e lëndimit vjetër. Ato dy gjyra bashk si rreze paralele. "E di," kishte thënë ai. Nuri kishte qëndruar i heshtur gjatë gjithë asaj shkëmbimi. Por kur Besiani kishte ngritur të shkonte, Nuri kishte thënë, me zë shumë të ulët: "Kujdesu." 2 fjalë, vetëm 2 fjalë, por si shumë gjëra thelbësore kishin qenë të plota. Largimi kishte qenë herët paradite, kishte qenë kohë ndërrimi stinësh, ajo kohë kur ajri ende mban ftohinë e një stine, por nis ta diktoj ngadalë mbrohtësinë e tjetrës. Besiani kishte ngarkuar çantën, jo shumë gjëra, vetëm ato që duheshin, dhe kishte dalë nga dera. Fatime kishte qëndruar te hyrja, kishte dëshiruar të qante e kishte parë Besiani qartë se sa kishte dashur, por nuk kishte qarë. Kishte buzëqeshur me atë forcën e jashtëzakonshme që vetëm nënat e dinë si ta bëjnë, kur zemra po thyhet brenda dhe fytyra qëndron e qetë jashtë. "Shkruaj," kishte thënë ajo. "Do të shkruaj," kishte premtuar ai. Nuri kishte qenë paksa mbrapa saj. Kishte bërë me dorë, ai gjesti thjesht, maskulin, pa dramatizëm. Besiani kishte marrë çantën, kishte ecur drejt portës, kishte kthyer një herë, kishte parë shtëpinë, kishte parë ata dy njerëz dhe pastaj kishte kthyer shpinën dhe kishte vazhduar. Kishte qenë hapi më i vështirë dhe njëkohësisht ai i vetmi. Qyteti i ri kishte qenë i madh dhe i ftohtë me atë ftohinë specifike të vendeve ku askush nuk të njeh. Besiani gjeti dhomë me qira, e vogël, e thjesht, me dritare nga rruga, dhe filloi jetën e vet për herë të parë. Studimet kishin filluar, kishte regjistruar për fakultet, ajo rrugë planifikuar prej kohësh, kishte filluar ligjëratat, kishte gjetur librat, kishte ulur në përklasa me njerëz të rinj. Fytyra të panjohura, histori të panjohura, lidhje akoma të pandërtuara. Kishte ndjer vetminë e mprehtë të fillimit, ajo vetmi specifike të atyre që largohen nga gjithçka e njohur dhe gjejnë veten papritmas në mes të botës pa asnjë pikë referimi. Por kishte diçka tjetër, liri. Jo ajo liria e madhe dhe romantike si në libra, jo liri triumfuese, por ajo liria e vogël, e çuditshme të dikujt që për herë të parë nuk është prania e askujt prej atyre që e njohin. Liri nga shikimet, nga pritjet,
nga historia e tyre mbi të. Mund të ecte në për rrugët e atij qyteti dhe të ishte thjesht një njeri, jo djali Nurit, jo fëmia i falur, jo ai që nuk dinte, thjesht Besiani. Kjo kishte qenë e çuditshme dhe e bukur njëkohësisht. Kishte filluar të shkruaj, me seriozitet tani, jo si dikur kur shkruante copëzita pa drejtim. Kishte bler një fletore me kopertinë blu të derrur dhe kishte filluar të hedh mendimet çdo natë para gjumit. Jo histori, jo poezi. Thjesht mendime, pyetje, observime. Atë që kishte parë gjatë ditës dhe atë që kishte ndjerë dhe nuk kishte gjetur me këtë andante. Fletoria kishte bërë punën e miqësisë, kishte marrë gjithçka pa gjykuar. Kishte kaluar koha, muaj pas muaj, dhe Besiani kishte filluar gradualisht të ndërtonte diçka në atë qytet të ri. Jo familje, jo rrënjë, ishte shumë herët për të, por fije të holla lidhje me njerëzit rreth tij. Bashkëstudentët me të cilët kishte ngrënë drek disa herë, profesori i letërsisë i cili kishte parë diçka te Besiani dhe kishte filluar t'i jepte libra shtesë. Komshia e moshuar e katit të tretë me të cilën Besiani kishte folur herë në korridorin e ngushtë. Jeta kishte vazhduar, siç vazhdon gjithmonë, pavarësisht nga dhimbja. Por pyetjet kishin vazhduar gjithashtu. Kishte ndodhur një mbrëmje, mbi 3 muaj pas largimit, kur Besiani kishte ulur me fletoren e tij dhe kishte shkruar pyetjen e madhe. Çfarë është identiteti? A jam unë gjaku apo jam historia ime? A jam ata njerëz që më kanë bërë apo ata njerëz që më kanë lindur? Kishte shkruar gjatë atë natë, kishte mbushur faqe, kishte qenë si hapja e ndonjë vendi të mbyllur brenda, sikur hap dritaren e dhomës që ka qenë mbyllur gjithë dimrin dhe ajri i ftohtë dhe i pastër hyn me forcë dhe gjithçka ndihet ndryshe menjëherë. Kishte arritur te një gjë. Nuri dhe Fatime nuk kishin pasur më pak dashuri se Agimi dhe Zana. Kishin pasur dashuri të ndryshme, të njëjtën në thelb, ndryshe në rrugë. Dhe ai kishte qenë i dashur nga të dy. Kjo nuk ishte ngushëllim i rrem, kjo ishte e vërteta. Por kishte vazhduar një gjë tjetër. Ajo ndjenje të qenit i zgjedhur jo nga dashuria, por nga nevoja. I dhënë jo sepse ishte i veçantë, por sepse kishte qenë i disponueshëm, i pestë, rezervë. Kjo gjë kishte qëndruar, ngule, e kokfort, e palëvizshme. Kishte shkruar tek Fatime, letra të gjata, me dorë, siç kishte premtuar. Fatime i kishte kthyer. Letrat e saj kishin qenë të ngrohta dhe të kujdesshme, jo defensive, jo justifikuese, thjesht të vërteta. Kishte shkruar rreth jetës së përditshme, rreth Nurit, rreth stinëve, rreth kopshtit, por kishte shkruar edhe diçka tjetër, gjëra që ndoshta nuk kishte guxuar t'i thoshte me fytyrë sepse letra kishte atë distancë të ëmbël që bën fjalët e vërteta më të lehta. Kishte shkruar: Besian, kur të mbajta herën e parë, kisha frikë. Kisha frikë se nuk isha denja, se nuk dija si të isha nën, se ndoshta dashuria ime nuk do t'ishte e mjaftueshme. Por ti ishe aq i qetë dhe aq i plot, dhe kur me shikove me ato sy të mëdhenj, u binda se kishim nevojë njëri tjetrit. Jo sepse kisha nevojë për fëmijë dhe ti nevojë për nën, por sepse ishim ne, unë dhe ti, dhe kjo kishte kuptim vet. Besiani kishte lexuar atë letër disa herë, kishte qëndruar me të në duart në dhomën e tij të vogël, me dritare nga rruga dhe me zërat e qytetit jashtë. Dhe kishte ndjerë diçka lëvizur brenda tij, shumë pak, por gjithsesi. Kishte ardhur dita kur kishte shkuar tek libraria e vogël pranë universitetit. Ai loj librarie e vjetër me rafte deri në tavan dhe erë letre, dhe kishte gjetur një libër rastësisht. Ishte libër filozofie, jo tekst akademik, por ese, dhe autori shkruante rreth pyetjes se çfarë na bën ne, gjaku ose historia. Kishte bler librin dhe e kishte lexuar 2 ditë rresht pa ndërruar. Kishte lexuar rreth teorisë se identiteti njerëzor nuk ndërtohet nga origjina biologjike, por nga lidhjet emocionale, intelektuale, ato lidhje të paprekshme mes njerëzve që zgjedhin njëri tjetrin çdo ditë. Kishte menduar Nurin dhe Fatimet, kishin zgjedhur atë çdo ditë, çdo vit, me çdo veprim, jo nga obligim biologjik, por nga dëshira. Dhe kishte menduar Agimin dhe Zanën, edhe ata kishin bërë zgjedhje shumë të vështirë me lodhje dhe me dhimbje,
jo nga indiferenca, por nga dashuria për dy familje njëkohësisht. I tepërt, ai mendim kishte nisur të ndryshonte formë. Ndoshta nuk ishte qenë i tepërt, ndoshta kishte qenë ai fëmijë i vetëm që kishte kapacitetin të ishte mes dy familjeve. Ai fëmijë që mund të jepte dashuri dhe të merrte dashuri nga dy burime, nga dy bota. Ndoshta nuk kishte qenë rezervë, ndoshta kishte qenë dhurata, jo vetëm për Nurin dhe Fatimet siç kishte thënë Agimi, por edhe për veten, fëmia që kishte pasur dy shtëpi, kur shumë njerëz nuk kanë asnjë. Kjo pikpamje kishte qenë ende e brisht, ende nuk ishte zënë rrënjë plotësisht, por kishte ekzistuar tani. Mundësia e saj kishte ekzistuar, dhe kjo ishte e mjaftueshme për tani. Kishte kaluar mbi 6 muaj kur kishte ndodhur takimi i papritur. Kishte qenë duke u kthyer nga universiteti, nëpër një rrugë të ngushtë ku kishte dyqane të vogla dhe njerëz që kalonin me nxitim. Ishte pasdite vonë me diell të ulët dhe hije të gjata, dhe kishte parë, në mes të atyre njerëzve, një fytyrë të njohur. Kishte qenë Sueja. Sueja, e katërta nga vëllezërit dhe motrat e tij biologjik, ajo vajza e heshtur me sytë e thellë. Kishte atje, rastësisht me trenat e studimeve të saj. Kishin parë njëri tjetrin, dhe të dy kishin dalur të ngrirë për një moment në mes të rrjedhës njerëzore. Pastaj Sueja kishte ardhur drejt tij me hapa të sigurt. Besian, kishte thënë ajo, jo me surprizë të tepruar, me atë qetësinë e saj të njohur. Sueja, kishte thënë ai. Kishin shkuar në kafene afër, kishin ulur përballë njëri tjetrit, dy persona me gjak të njëjtë, me histori të ndryshme, me shumë gjëra të pathëna mes tyre. Sueja kishte qenë ajo që kishte folur e para, direkt, siç ishte ajo gjithmonë. E di që di. Nëna mu tregua. Kur? Kishte pyetur Besiani. Pak kohë pas vizitës sate. Ishin të shqetësuar, deshën të dinin si je. Tani ata si janë? Janë mirë, por të mungon shumë nënës. Babai gjithashtu, edhe pse nuk e thot. Besiani kishte parë gotën e tij të kafes. Dhe ti, si je me gjithë këtë? Sueja kishte qëndruar. Pastaj kishte thënë diçka shumë e vërtetë. Jam keq sepse unë kam pasur gjithmonë prindrit, dhe ti nuk i ke pasur, edhe pse ata janë prindrit e tu. Kjo nuk është e drejtë. Nuk ka qenë e drejtë kurrë. Besiani e kishte parë. Nuk ka qenë vendimi yt. E di, por jam gjithsesi keq për të. Kishin folur 2 orë. Kishte qenë biseda e parë e vërtet me njërin nga vëllezërit dhe motrat biologjik. Bisedë ku kishin folur si dy njerëz të barabartë, me histori të fshehur mes tyre, pa pozicione të rreme. Kishte mësuar gjëra për Agimin dhe Zanën, gjërat vogla dhe njerëzore, jo ato gjërat dramatike të madhe. Se Agimi ngante me zë të dhartë kur shikonte futboll, se Zana mbante kopsht me shumë kujdes dhe kishte krenari të madhe kur frutat rriteshin mirë. Se shtëpia e tyre ishte e mbushur me zhurmë, 50 vjet të martuar dhe akoma grindeshin për gjëra të vogla dhe akoma pajtoheshin para darke. Kishte mësuar se Florimi kishte pasur fëmijë tashmë dhe se Zana, gjyshja e re, ecte me krenari kur i merrte pas rrugës. Se Arini kishte pasur problem shëndetësor një kohë më parë dhe kishte qenë i gjithë familja atje, pranë tij, siç janë familjet reale. Ato histori kishin bërë Agimin dhe Zanën njerëz të vërtet, kompleks, me jetën e tyre, me gëzimet dhe dhimbjet e tyre, jo vetëm figurat enigmatike të historisë së tij. Dua t'i takoj, kishte thënë Besiani papritmas, duke befasuar veten. Sueja kishte buzëqeshur, herën e parë gjatë atij takimi. E dija që do ta thoshe. Por takimi nuk kishte ndodhur me njëherë. Besiani kishte pritur, jo nga frikë tashmë, por nga ai kujdesi dikujt që di se gjërat e bëra me nxitim shpesh bëhen keq. Kishte dashur të ishte gati, jo të kishte të gjitha përgjigjet, jo të kishte hequr të gjithë dhimbjen, por të ishte mjaftueshëm gati. Gjatë asaj periudhe pritjeje, kishte ndodhur diçka. Kishte filluar të shikonte historinë e tij ndryshe. Jo siç kishin qenë, por siç mund të ishin parë. Kishte parë Agimin dhe Zanën si prindër me 5 fëmijë, burimet kufizuara, zemrat mëdha dhe vendim të pamundur. Kishte parë Nurin si burr që kishte pritur vite dhe kishte zemrën e hapur gati të merrte gjithçka. Kishte parë Fatimen si grua që kishte dashur para se ta merrte dhe kishte dashur plotësisht pasi e kishte. Kishte parë veten, Besianin, jo si viktime vendimit të tjetërkujt, por si një lion të cilit i kishin dhënë mundësinë e 2 jetëve njëkohësisht.
kishte pasur 2 shtëpi, 2 lloje dashurie, 2 perspektiva. Kjo ishte pasuri, jo varfëri. Por kishte edhe e vërteta e dhimbshme, e drejta për ta ditur. Kjo e drejtë ishte e timja dhe ishte shkelur, me dashuri, por ishte shkelur gjithsesi. Dhe ky fakt nuk humbiste rëndësinë e tij vetëm sepse kishin pasur qëllime të mira. Qëllimet të mira nuk i bënin gabime të zhduken, thjesht i bënin ato të kuptueshme. Besiani kishte mësuar dallimin mes të kuptuarit dhe të falurit. Të kuptonte? Po, tashmë mund ta bënte. Por të falte plotësisht, kjo nevojitej kohë, dhe kohën kishte vendosur t'ia jepte vetes pa ngutje. Kishte kaluar akoma kohë. Dimri kishte ardhur dhe kishte shkuar, dhe pranvena kishte sjell me vete atë lloj shprese biologjike e padiskutueshme, atë ndjesi se bota vazhdon pavarësisht gjithçkaje. Besiani kishte ndryshuar gjatë atij viti. Nuk kishte qenë ndryshim dramatik, nuk kishte qenë transformimi menjëhershëm siç ndodh në historitë e thjeshtësuara. Kishte qenë ndryshim gradual, sikur pema rritet. Nuk e shikon dot duke u rritur, por një ditë kthehet dhe kupton se ku ishte dhe ku është tani janë 2 vende të ndryshme. Kishte mbaruar semestrin e parë universitar me rezultate të mira. Kishte bërë miqësi, jo shumë, por të vërteta. Kishte vazhduar të shkruante në fletoren me kopertën blu. Kishte marrë çdo letër nga Fatime dhe kthyer secilën. Kishte folur me Grantin në telefon herë herë, ato biseda të shkurtra, të ngrohta, mes vjetër miqve. Dhe kishte ardhur dita kur kishte ditur. Ishte koha të kthehej. Jo si dikur, jo si ai Besiani i mëparshëm, i verbër dhe i qetë, por si Besiani i ri, ai njeri i cili dinte tani, i cili kishte bërë pyetjet e vështira, kishte duruar përgjigjet e dhimbshme dhe kishte fajtur diçka. Jo siguri të plot, jo qetësi të kompletuar, por themel. Kishte bler biletën e kthimit dhe kishte paketuar çantën. Rruga drejt shtëpisë kishte kaluar nëpër peizazhe të njohura, ato male, ato fusha, ato pemë rrugore. Besiani kishte shikuar nga dritarja dhe kishte kujtuar sa herë kishte udhëtuar atë rrugë si fëmijë pa ditur asgjë, duke shikuar dhe duke menduar gjëra të vogla të fëmijërisë. Tani i shikonte të njëjtat peizazhe dhe i shikonte ndryshe, me sytë e dikujt që ka lënë dhe u është kthyer dhe e di dallimin. Kishte ardhur pas dite, kishte zbritur nga mjeti dhe kishte marrë çantën dhe kishte ecur rrugën e njohur drejt shtëpisë. Porta druri kishte gërmuar kur e kishte hapur, siç kishte gërmuar gjithmonë, siç do të gërmonte ndoshta edhe kur ai të mos ishte më. Kishte hyrë në oborr dhe kishte parë kopshtin e Fatimes, me lulet e reja, me gjelbërimin e freskët të stinës. Fatime kishte qenë brenda, kishte dëgjuar hapin dhe kishte dalë, kishte ndalur te hyrja dhe kishte parë Besianin me çantën në dorë. Kishin qëndruar kështu për disa sekonda, 2 njerëz të ndarë nga hapësira dhe koha, dhe gjëra shumë të rënda, tani përballë njëri tjetrit. Pastaj Fatime kishte bërë diçka shumë të thjeshtë, kishte ardhur tek ai dhe kishte përqafuar. Besiani kishte ndjer ato duar të njohura, duart ato të vogla dhe të forta, rreth tij. Kishte ndjer erën e njohur, erën shtëpie, erën e atij vendi që kishte qenë i tij gjithmonë, pa marrë parasysh gjithçka tjetër. Dhe kishte ndjer me gjithë trupin, jo vetëm me mendjen, se kishte ardhur. Kishte kthyer përqafimin, kishte mbajtur Fatimet dhe kishte mbyllur syt. Nuri kishte ardhur pak kohë më vonë nga puna. Kishte hyrë dhe kishte gjetur Besianin ulur në kuzhinë me Fatimen, me çaj mes tyre dhe bisede ngadalt. Kishte ndalur te pragu, kishte parë çantën e Besianit pranderës dhe diçka kishte ndryshuar në fytyrën e tij. Kishte ulur garrigen ngadalë dhe kishte marrë çajin e tij dhe nuk kishte thënë gjë për një kohë. Pastaj Besiani kishte thënë: "Babi, dua të flas me ju të dyve." Nuri kishte parë Fatimen, pastaj Besianin. "Jemi këtu," kishte thënë. Dhe Besiani kishte filluar të flas. Kishte folur për gjithçka, për muajt larg, për mendimet, për dhimbjen, për pyetjet, për fletoren blu, për librin e filozofisë, për takimin me Suelen. Kishte folur me qetësi dhe me drejtësi, duke mos fshehur asgjë, por duke mos dramatizuar gjithashtu. Kishte thënë ato gjëra të vërteta, se kishte ndjer veten të tradhtuar, se kishte menduar se ishte i tepërt, se kishte dyshuar në dashurinë e tyre. Nuri dhe Fatime kishin dëgjuar pa ndërhyrje. Dhe pastaj kishte thënë gjën tjetër, ajo që kishte ardhur ngadalë, por kishte ardhur. Por kam kuptuar edhe diçka tjetër. Jeni ata njerëz që kanë qenë bota ime, jo sepse detyra e gjakut ju ka lidhur me mua, por sepse keni zgjedhur çdo ditë, dhe kjo zgjedhje ka qenë e vërtetë. Fatime kishte qarë, heshtazi, me lotë që kishin rrjedhur ngadalt, pa fshirë.
Nuri kishte ngritur, kishte ardhur tek Besiani dhe kishte ulur dorën mbi supet e tij. Ajo dorë e madhe dhe e rëndë, e njohur. Nuk kemi pasur gjithmonë të drejtë, kishte thënë Nuri, por kemi pasur gjithmonë dashuri, dhe nëse duhet të zgjedhim midis dy gjërash, midis vendimit të drejtë dhe dashurisë, zgjedhim dashurinë. Kjo ka qenë e jona, kjo do të jetë gjithmonë. Besiani kishte marrë frymë thellë, e di, kishte thënë. Pas kthimit kishte ardhur puna e vërtet, jo puna dramatike e ballafaqimit, por puna e qetë dhe e vështirë e ndërtimit. Ndërtimit e urave, mes tij dhe Nurit, mes tij dhe Fatimes, mes tij dhe Agimit, mes tij dhe Zanës, mes ato vëllezër e motra që kishte njohur si kushërinj. Kishte filluar me Agimin dhe Zanën. Kishte ardhur tek ata, jo me surprizë këtë herë, por me paralajmërim. Kishte telefonuar Suelën dhe kishte thënë se donte të vinte. Suja kishte rregulluar, kishte qenë fundjavë, kishte ardhur paradite, shtëpia kishte e gjallë me zhurmë sepse Florimi kishte atje me gruan dhe fëmijën, Arini kishte gjithashtu aty. Kur Besiani kishte hyrë, heshtja e shkurtër që kishte rënë kishte qenë e dukshme. Pastaj kishte ardhur Zana dhe kishte ardhur drejt tij me hapa të shpejta dhe kishte marrë fytyrën e tij me të dyja duart, ato duart e nënës që njohin fëmijën edhe kur fëmia nuk e di se është i njohur. Besiani, kishte thënë ajo, thjesht emrin, siç thuhet emri kur ka gjithçka brenda. Kishte pasur drekë familjare, e zhurmshme, e ngrohtë me shumë njerëz rreth tryezinës. Besiani kishte ulur mes tyre, me Florimin një anash dhe Suelën tjetër anash, dhe ngrëni me ata njerëz për herë të parë me ndërgjegjen e plotë se kush ishin. Kishte qenë e çuditshme dhe e zakonshme njëkohësisht. Kishin qenë familja e tij dhe akoma nuk i dinte mirë si ta mbante atë fakt, por e mbajti gjithsesi, si diçka e re e brishtër me kujdes. Pas drekës, kur të tjerët kishin dalë dhe kishte mbetur vetëm me Agimin dhe Zanën, kishte ndodhur biseda e vërtetë. Zana kishte filluar, kishte folur me zë të urët dhe të vendosur, ajo grua që gjatë gjithë jetës kishte qenë e qetë nga jashtë, por kishte pasur brenda asaj qetësie diçka të paçmuar dhe të fortë. Besiani, kam pritur shumë kohë për këtë ditë, jo me ankth, por me dëshirë, me dëshirën për të folur me ty si grua me të birin, jo si tezja me djalin e huaj. Besiani kishte dëgjuar pa lëvizur. Vendimi ynë, kishte vazhduar ajo, ka qenë gabim në një gjë, nuk t'u tha. Gjithçka tjetër, dhënia e të dashurit kek ata që kishin nevojë, kjo ka qenë vendimi i zemrës, por fshehtësia ka qenë gabim. Dhe kjo gabim ka qenë e imja, jo vetëm e Agimit, jo vetëm e Nurit. Ka qenë e imja sepse unë jam ajo nën që ka duhet të luftonte për të drejtën tënde për ta ditur të vërtetën, dhe nuk e bëra. Kishte pasur heshtje. Nuk mund ta kthesh kohën, kishte thënë Besiani. E di, por mund të them, më fal. Ato dy fjalë, më fal, kishin qenë shumë të rënda dhe shumë të çuditshme njëkohësisht, sepse Besiani kishte pritur shumë gjëra nga ajo bisedë, shpjegime, justifikime, lot. Nuk ishte pritur ato dy fjalë të thjeshta, të thëna me atë krenari të thyer të dikujt që ka pranuar gabimin e vet. Agimi kishte shtuar me zë shumë të ulët. Kam jetuar me peshën e atij vendimi çdo ditë. Jo me keqardhje, sepse të shoh si je dhe di se je rritur i dashur, por me pyetjen: a kishim të drejtë? Dhe përgjigja nuk ka qenë gjithmonë po. Besiani kishte parë të dy ata njerëz, baban dhe nënën e tij biologjik, me sytë e hapura. Kishte parë plakjen e tyre, flokët e thinjurit, rrudhat e njohura, duart e punuara. Kishte parë dy njerëz që kishin jetuar me vendimin e tyre çdo ditë, jo me lehtësi, por me atë peshë specifike të atyre që dinë se kanë bërë diçka të rëndë dhe nuk mund ta heqin. Ju faloj, kishte thënë Besiani. Kishte qenë herën e parë që kishte thënë ato fjalë, me Agimin dhe Zanën, në atë dhomë të qetë. Dhe ndërsa i kishte thënë, kishte ndier diçka, sikur hiqet pesha e tepërt nga supet dhe trupi befas ndihet ndryshe, i lehtë dhe i çuditur me lehtësinë e tij. Ju faloj. Nuk ishte thjesht fjalë, kishte qenë vendim, akt i vetëdijshëm, jo ndjenjë spontane. Kishte vendosur të falte, jo sepse dhimbja kishte shkuar, por sepse kishte kuptuar se mbajtja e saj dhimbjeje si armë nuk do ta bënte kurrë të lumtur. Zana kishte qarë. Agimi kishte mbyllur sytë për një moment, ato sytë të tij të zgjuar dhe të rëndë, dhe kur i kishte hapur, kishte qenë diçka ndryshe atje. Kishte kaluar koha dhe marrëdhëniet kishin filluar të ndërtoheshin. Ngadalë, me kujdes, si muret e guri që ngrihen me dorë, guri mbi guri.
Me agimin kishte filluar të fliste rreth gjërave të zakonshme fillimisht, rreth punës, rreth bujqësisë, rreth fshatit. Agimi kishte qenë njeri i punës dhe Besiani kishte mësuar të respektonte atë gjuhën e gjërave të konkrete, të dobishme, të bëra me dorë. Ngadalë kishin gjetur rrugën drejt bisedave më të thella, rreth jetës, rreth vlerave, rreth asaj se çfarë donin fëmijëve. Me Zanën kishte qenë ndryshe. Kishte qenë gjuhë e ngjashme me atë të Fatimes, gjuhë e ngrohtësisë, e kujdesit, e asaj dashurie subtile që nuk thot të dua me fjalë, por ta tregon çdo ditë me veprime. Kur Besiani vinte në shtëpinë e tyre, Zana kishte gjithmonë diçka të gatuar, diçka që kishte mësuar ishte e preferuara e tij. Kjo kishte qenë gjuha e saj. Me Florint kishte ndërtuar respekt të ndërsjellët, dy burra me botkuptime të ndryshme, por me vlerë të njohur tek njëri tjetri. Me Dritën kishte pasur biseda të ngrohta por pak intime. Kjo kishte qenë në natyrën e Dritës, i cila ishte e ngrohtë me të gjithë, por e ngushtë me pak. Me Arinin kishte gjetur humorin. Ata kishin qeshur bashk, gjë e rrallë dhe e çmueshme që e bënin shpesh. Me Suelën kishte ndërtuar lidhjen e vërtet. Ajo vajza e heshtur me sy të thellë kishte qenë miqja e tij më e vërtet mes atyre njerëzve, jo sepse kishin një asëri të shumë të mëdha sipërfaqësore, por sepse të dy kishin atë mënyrë të shikuarit botës, direkt, pas bukurime, me atë sinqeritetin që lëndon pak, por çliron shumë. Kishte ardhur faza kur Besiani kishte filluar të integronte, jo të zgjidhte, jo të ndante, por të integronte. Dy familjet, dy historitë, dy grupet e njerëzve që e donin dhe të cilët ai i donte. Kishte qenë e vështirë fillimisht. Kishte ato momente akuardje kur nuk dinte si të sillej, si të ndihej, si ta poziciononte veten. Kur vishte darkë me Nurin dhe Fatimen, e fliste rreth agimit dhe Zanës, kishte heshtje të vogla, ato heshtjet e dy njerëzve që dëgjojnë emra me historinë pas tyre. Kur vishte tek agimi dhe Zana, e fliste rreth Nurit dhe Fatimes, kishte të njëjtën gjë. Por ishte kuptuar se kjo ishte normale. Ata njerëz kishin histori komplekse mes tyre, vendime të rënda, ndarje, dhimbje reciproke. Nuk ishte pritur të jenë miq të ngushtë. Mjaftonte që të gjithë ishin gati të linin Besianin të ecte lirisht mes tyre, pa e detyruar të zgjidhte. Kishte ndodhur diçka e bukur pas kohësh. Fatime kishte takuar Zanën në pazarin e fshatit. Të dyja ishin atje, me rastësi. Kishin shikuar njëra tjetrën. Dhe pastaj Zana kishte bërë diçka shumë të thjeshtë. Kishte pyetur si ishte Besiani. Kishte pyetur me sinqeritet, jo me protokoll, jo me formalitet shoqëror. Dhe Fatime i kishte treguar, me atë ngrohtësi të saj, gjëra të mira rreth tij. Kishin folur 5 minuta, kishin ndarë rrugën, por Besiani, kur kishte dëgjuar, kishte ndjerë diçka. Kjo kishte qenë ajo pikë takimi i dy shtëpive të tij, jo me harmoni të madhe dramatilike, por me atë mirësjellje të ëmbël të dy grave që kuptojnë se të dyja e duan të njëjtin njeri, dhe kjo dashuri i bën miqe, edhe pa e thënë ndonjëherë. Besiani kishte vazhduar studimet, kishte kaluar vitet universitare, jo pa vështirësi, por me atë qëndrueshmëri të dikujt që ka mësuar se vështirësia nuk është e fundit. Kishte studiuar gjëra që i interesonin, kishte shkruar gjithnjë e më shumë, jo vetëm në fletore, por edhe tekste formale, ese, stori të vogla. Kishte zbuluar se ta dëgjoje historinë tënde vet me fjalë e bën atë më të kuptueshme dhe pak më pak të rëndë. Kishte dashuruar, si gjithë të rinjt, kishte njohur njerëz, kishte bërë lidhje, kishte mësuar se çfarë merrte nga të tjerët dhe çfarë jepte. Kishte mësuar gjithashtu se historia e tij, ajo histori e fëmijës së dhënë dhe e gënjeshtrës së dashurisë, kishte lënë gjurmë dhe disa syresh ishin të vlerëshme. Ai ishte bërë njëri me empati të thellë, me aftësinë për të kuptuar perspektiva të shumëfishta, me durimin e dikujt që ka ditur të pres dhe të mendoj. Gjurmët tjera kishin qenë më të vështira. Ajo tendenca për të dyshuar, për të pritur tradhtin, për të qenë i gatshëm të ikte para se të lëndohej. Por kishte punuar me to, jo i vetëm, por me ndihmën e njerëzve të duhur. Kishte ardhur dita kur Nuri kishte sëmurur, jo rënd, por mjaftueshëm për t'u hapur spital. Besiani kishte qenë larg atëherë, por kishte ardhur menjëherë sapo kishte dëgjuar. Kishte gjetur Fatimet jashtë dhomës së spitalit, vogël, e lodhur, me sytë e rrethuara nga pagjumësia. Kishte ulur kokën mbi supet e tij.
ajo lëvizje e lodhur dhe e besuar e dikujt që di se ka dikë mbi shtetjen. Kishin pritur bashk. Nuri kishte dalë mirë, kishte qenë diçka e menaxhueshme, kishin thënë mjekët, me kujdes dhe me pushim. Por ato orë pritjeje kishin qenë nga orët më të rëndësishme të jetës së Besianit, jo sepse kishin qenë dramatike, por sepse kishin qenë të vërteta. Ishte ulur atje, me dorën e Fatimes në dorën e tij, dhe kishte ndjerë plotësinë e çuditshme të asaj situate. Ishte atje sepse donte të ishte atje, jo nga detyrimi, jo nga historia, por nga dashuria e tij e vërtet, e lirë, e zgjedhur. Kur mori kishte dalë nga dhoma e shtrimit, i zbehur pak, por me ato sy gjithmonë të qetë, kishte thënë me atë zërin e tij të thellë, "Ke ardhur." Sigurisht, kishte thënë Besiani. Nuri kishte buzëqeshur, rrallë, por kishte buzëqeshur, dhe në atë buzëqeshje kishte gjithçka. Kishte ardhur gjithashtu dita kur Agimi kishte sëmurur, shumë kohë më vonë, sëmundje serioze me kësaj radhe, e cila kishte marrë kohë dhe fuqi. Besiani kishte qenë atje gjithashtu. Kishte alternuar mes dy shtëpive, kishte ndetur me zanën kur ajo kishte nevojë, kishte ndihmuar me gjërat praktike, kishte mbajtur dorën e Agimit kur burri i madh me duart e mëdha kishte qenë i dobësuar. Kishte qenë gjatë asaj periudhe që kishte ndodhur diçka e vogël dhe apambarueshme. Kishin qenë vetëm, Besiani dhe Agimi, në dhomën e spitalit, natën, kur Agimi nuk kishte mundur të flinte. Kishin folur ngadalë, rreth gjërave të vogla fillimisht, pastaj rreth gjërave të mëdha. Dhe Agimi, burri i heshtur dhe i punës, burri i fjalëve të rralla, kishte thënë diçka që Besiani do ta mbante gjithmonë. Besiani, kam pasur 5 fëmijë dhe i dua të gjithë një lloj, me atë dashuri të madhe, të papërshkrueshme, të prindrit. Por me ty kam bërë diçka që nuk e kam bërë me asnjërin tjetër. Të kam lënë të shkosh. Dhe ajo largim, ajo lënje, kishte qenë akti im më i madh i dashurisë. Të lash të jetosh dashurinë tjetër, plotësinë tjetër, jo sepse të doja më pak, sepse të doja mjaftueshëm sa të doja gjithçka për ty, jo atë që kisha unë. Besiani kishte dëgjuar ato fjalë, dhe ato fjalë kishin bërë diçka që asnjë argument, asnjë shpjegim, asnjë justifikim nuk kishte arritur. Kishte e shuar ndjenjën fundit që kishte mbetur, nga ajo mendja e errët, ajo mendim, isha e tepërt. Jo, nuk kishte qenë i tepërt. Kishte qenë i dashur shumë. Aq shumë sa dikush kishte pranuar të bënte sakrificën më të rëndë, të linte të shkonte. Kishte marrë dorën e Agimit, ato duar të mëdha, tani pak të dobësuara, dhe i kishte mbajtur. Falenderit, kishte thënë. Dhe me atë fjalë të thjesht, shumë gjëra gjetën vendin e tyre. Kishte ardhur koha, shumë vite pas gjithçkaje, kur Besiani kishte hapur sërish fletoren me kopertë blu. Jo për të shkruar sërish, por për të lexuar. Kishte lexuar nga fillimi, ato shënimet e para, të shpejta dhe paqarta, nga ato net kur kishte qenë i ri, i tronditur, dhe nuk e dinte ku po shkonte. Kishte lexuar ato pyetjet e mëdha. Kush jam unë? A jam i dashur? A jam i tepërt? Dhe pastaj kishte lexuar vitet, shënimet e muajve të largimit, shënimet e takimeve, shënimet e dorës së Fatimes dhe syret të Nurit, dhe fjalëve të Agimit. Kishte lexuar dhe kishte parë rrugën, jo me nostalgji sentimentale, por me atë lloj vlerësimi të qetë të dikujt që sheh tani se ku ka qenë dhe e kupton. Kishte qenë rrugë e vështirë. Kishte pasur momente kur kishte menduar se nuk dilte dot, momente ku dhimbja kishte qenë shumë e madhe dhe kuptimi shumë larg. Kishte pasur momente kur kishte dyshuar në të gjithë, prindrit, dashurinë, veten, por kishte dalë. Jo i paprekur, sepse askush nuk del i paprekur nga gjëra të tilla, por i plot, me shenjat e tij, ato shenjat e padukshme që lë jeta kur të kalon nëpër diçka të vërtetë dhe me kuptimin e tyre. Kishte shkruar atë ditë faqen e fundit të fletores. Jam Besiani, jam djali i Nurit dhe Fatimes, të cilët mu janë bërë prindër me zgjedhje dhe me dashuri. Jam djali i Agimit dhe Zanës, të cilët mu janë bërë prindër me gjak dhe me sakrificë. Nuk kam dy identitete, kam një identitet, të pasur, të komplikuar, të ngopur me dashuri të shumë fishta. Kam dy shtëpi, dhe kjo nuk më ndan, kjo më dyfishon. Kam dy histori, dhe ato bashk janë historia ime. Nuk kërkoj të zgjedh, nuk kam nevojë. Jam i plot. Kishte mbyllur fletoren.
Vitet kishin vazhduar, si gjithmonë, si gjithkudo, pa pyetur dhe pa u ndalur. Besiani kishte mbaruar studimet, kishte gjetur punën e tij, të lidhur me fjalët, me shkrimit, me ato gjëra që i kishte dashur gjithmonë pa e ditur se ishin thirrja e tij. Kishte ndërtuar jetën e tij, jo sipas planit të dikujt tjetër, por sipas asaj që kishte mësuar rreth vetes gjatë atyre viteve të vështira dhe pasuruese. Kishte marrë grua, një grua e mençur dhe e fortë, me të cilën kishte ndërtuar shtëpinë e tij, me të cilën kishte ndarë gjithçka, përfshirë historinë e tij. Ajo e kishte dëgjuar pa gjykuar dhe e kishte dashur duke e kuptuar, e kishte dashur pikërisht sepse kishte pasur atë histori, jo pavarësisht saj. Historia jote të ka bërë ty, kishte thënë ajo një herë, dhe unë dua ty, me gjithë rrugën. Kishin pasur fëmijë, dhe Besiani kishte qenë baba i llojit që e dinte me tërsinë e tij se çfarë donte t'u jepte, praninë, të vërtetën dhe lirinë për të pasur dyshime e për t'i pyetur. Kishte bërë zotim me veten, zotim të heshtur, jo dramatik, se fëmijët e tij do ta dinin gjithmonë kush ishin dhe nga vinin. Do t'i tregonte historinë e tij kur të kishin moshën ta kuptonin, jo si ngarkesë, por si pasuri. Kishte një fundjavë kur të gjithë kishin qenë bashk, ajo herë e rrallë dhe e çmuar kur dy familjet kishin dalë një herësh. Kishte qenë darkë e madhe, tryeza e gjatë me shumë njerëz rreth saj, Nuri dhe Fatime nga njëra anë, Agimi dhe Zana nga ana tjetër, Florimi me familjen e tij, Drita me të sajin, Arini, Sueja, fëmijët e Besianit duke vrapuar me skëmbëve të rriturve. Kishte qenë e zhurmshme dhe e ngjeshur dhe ngrohtë, siç janë tryezat e familjeve të vërteta. Kishte pasur diskutime dhe kundër gënjeshtra, dhe të qeshura, dhe kalime pjatësh, dhe zërat e fëmijëve si për gjithçkaje. Besiani kishte qëndruar për një moment dhe kishte parë rreth tryezës. Kishte parë Nurin, tani plak, por me ato sy akoma të mprehtë, duke folur me Agimin, dy vëllezër me histori të ndërlikuar mes tyre, akoma duke gjetur rrugën e dialogut. Kishte parë Fatimet dhe Zanën duke ndarë diçka nga gatimi, me atë miqësi të heshtur dhe ndërtuar ngadalë. Kishte parë Suelën duke u qeshur me dikë, me atë qeshjen e saj të rrallë dhe të vërtetë. Kishte parë fëmijët e tij, të vegjël dhe lirë duke vrapuar nëpër atë tryezë të madhe, pa e ditur se sa histori kishte mbi atë tokë. Dhe kishte ndjerë, me të gjithë qenien e tij, nga thellësia deri sipërfaqja, atë ndjenjen e paqes. Jo paqja e absencës së problemit, jo paqja e harrimit, por paqja e vërtet. Ajo që vjen kur ke bërë rrugën e vështirë dhe ke dalë, dhe di se rruga ka qenë e domosdoshme dhe ke qenë i aftë ta bësh, dhe jeta që ke tani është e jotja, plotësisht. Granti si kishte ardhur pranë, miku i vjetër, akoma atje, dhe kishte qëndruar pranë tij duke parë të njëjtën skenë. Si je? Kishte pyetur Granti. Dhe Besiani kishte thënë, me sinqeritetin e plot, pa rezervë, jam mirë. Kishte qenë e vërteta. Kishte ardhur dita kur djali i Besianit, i vogli, me sytë kurieshtar dhe pyetjet e pafundme, kishte pyetur, babi, pse kemi dy gjyshe dhe dy gjyshi? Kishte qenë pyetja e natyrshme të fëmijëve, ata pyesin gjithçka me atë drejtësi të papërsëritshme. Besiani kishte ulur pranë djalit të tij, kishte ulur mbi dysheme, në nivelin e tij, siç ulej gjithmonë kur kishte diçka të rëndësishme të thoshte. Sepse babi ka pasur shumë fat, ka pasur shumë njerëz që e kanë dashur, dhe kur shumë njerëz dan dikë, ai dikush bëhet i pasur. Djali kishte menduar, a mund ta kem edhe unë shumë fat? Tashmë e ke, shiko rreth teje. Djali kishte shikuar, me ato sy të mëvenj, me atë naivitetin e pastër të fëmijërisë, dhe kishte parë dhomën, shtëpinë, familjen jashtë. Kishte thënë, dhe kishte vazhduar lojën e tij. Besiani kishte ndjekur me sy atë fëmijë të vogël, duke vrapuar, duke qeshur, dhe kishte menduar, ky është trashëgimia e vërtet. Jo dhimbja e mbajtur, jo gënjeshtrat e ruajtura, por ky fëmijë i lirë, me shumë njerëz rreth tij, me të vërtetën si themelin e tij. Kishte bërë zotimin pa fjalë. Trashëgimia e dhimbjes ndalet me mua. Fëmijët e mi trashëgojnë dashurinë. Shumë vite më vonë, kur Nuri kishte arritur pleshërinë e thellë dhe shëndeti kishte filluar t'i dridhet, kishte pasur net kur Besiani kishte ndenjur pranë tij.
Kishin folur rreth gjërave të vogla, rreth stinëve, rreth fshatit, rreth kujtimeve. Nuri kishte folur rreth fëmijërisë së tij, rreth agimit vëllait, me atë ëmbëlsinë e plakut kur kujtimet e lashta kthehen të qarta si ujë. Agimi ka qenë gjithmonë ai i miri, kishte thënë Nuri me buzëqeshje. Unë kam qenë kokfort, ai durimtar. Ti ke qenë i fort, kishte thënë Besiani. Fort e bëhesh kur keri diçka të vlerëshme ta ruash, kishte thënë Nuri, dhe kishte parë Besianin. Ata kishin pasur atë heshtje të tyre të njohur, heshtja e dy njerëzve me histori të gjatë dhe të ndarë, të cilët nuk kishin nevojë të mbushnin çdo hapësirë me fjalë. Besiani kishte marrë dorën e Nurit, kishte ndier gjithë peshën asaj dore, ato vite, ato mëngjes, ato nate, ato momente të vogla dhe të mëdha. Të dua babi, kishte thënë. Nuri kishte mbyllur dorën rreth dorës së tij. Edhe unë birë, kishte thënë. Edhe unë. Jeta ecën. Kjo është gjëja e parë dhe e fundit që mund të thuhet me siguri absolute. Jeta ecën pavarësisht zbulimeve tona, pavarësisht dhimbjeve tona, pavarësisht nedve kur mendojmë se nuk do të ketë mëngjes. Ecën me atë qëndrueshmëri të habitshme. Kjo tokë rrotullohet, dielli lind, bota vazhdon, dhe ne njerëzit e vegjël dhe kompleks ecim me të ose qëndrojmë pas saj, por gjithsesi vim diku. Besiani kishte ecur në përdhimbjen, në përzbulimin, në përlargimin, në përndërtimin, kishte ecur në përpyetjet e mëdha, kush jam, pse jam, ku i përkas, dhe nuk i kishte gjetur përgjigjet gjatë natës. I kishte gjetur nga dalë, copës nga copës, vit pas viti, gjatë bisedave dhe heshtjeve, dhe lotve dhe të qeshurave. Kishte mësuar diçka thelbësore rreth dashurisë. Dashuria nuk është e pastër, nuk është gjëja e mrekullueshme e librave romantik, pa njolla dhe pa gabime. Dashuria nuk i ndal njerëzit të bëjnë vendime të gabuara, dhe njerë pikërisht dashuria i bën të bëjnë vendime të gabuara, sepse të dashurit të madh të bën të mendosh se di çfarë është mirë për tjetrin, edhe kur nuk di. Kishte mësuar të dallojë mes dashurisë dhe kontrollit, mes mbrojtjes dhe shfetësisë, mes vendimit të bërë në dashuri dhe vendimit të drejtë. Nuk ishin gjithmonë të njëjta gjë, dhe kjo dallim, ky kuptim, kishte qenë nga gjërat më të rëndësishme që kishte marrë nga ai gjithë ajo rrugë. Kishte mësuar se identiteti nuk është gjak, ose nuk është vetëm gjak. Identiteti është gjithçka, gjaku dhe historia, prindrit biologjik dhe prindrit e zemrës, fshati dhe qyteti, fëmijëria dhe pleqëria, ata njerëz që kanë bërë ty dhe ata njerëz që ti ke zgjedhur. Identiteti është palimpsest, shkrim mbi shkrim dhe leximi i tij kërkon durim dhe dritë të mjaftueshme. Kishte mësuar se falja nuk është dobësi. Falja nuk thot ajo që bënet ishte e drejtë. Falja thot, nuk do ta lejoj atë gjë të vazhdoj të rëndoj mua. Falja është akt i lirimit, jo lirimit të tjetrit, por lirimit të vetes. Dhe kishte mësuar se rrënjët dhe degët janë të ndryshme, por pjesë të njëjtit peme. Rrënjët janë ato që ke marrë pas zgjedhur, gjakun, lindjen, historinë biologjike. Degët janë ato që ke ndërtuar me zgjedhje, lidhjet, dashurit, familjet e zemrës. Pemës i duhen të dyja, pa rrënj, bie, pa deg, thahet. Besiani kishte mësuar të jetoj si pemë plot, me rrënj të thella në dy toka dhe me deg të hapura drejt qiellit. Kishte pasur mbrëmje, pak para se pleqëria e vet të filloj të ndihet, kishte dalë vetëm jashtë dhe kishte ndenjur mbi shkallët e shtëpisë. Kishte qenë nata e qetë e verës, ajo nata me yje të shumë dhe erë bari dhe heshtja e thellë rurale. Kishte menduar gjithçka, ashtu, pa renditje, pa sistem. Kishte menduar fëmijërinë dhe kutinë dhe letrat. Kishte menduar dhomën e spitalit dhe dorën e Nurit. Kishte menduar darkën e madhe familjare dhe fëmijët duke vrapuar. Kishte menduar fletoren blu, tashmë të mbushur dhe të mbyllur. Dhe kishte ndjer, me atë qetësinë e fundme të atyre njerëzve që kanë jetuar vërtet, se çdo gjë kishte qenë e nevojshme. Çdo dhimbje, çdo pyetje, çdo largim dhe çdo kthim, çdo bisedë dhe çdo heshtje. Gjithçka kishte një kuptim, jo kuptimin paracaktuar nga dikush lart, por kuptimin e ndërtuar nga vetë Besiani, copës nga copës, vit pas viti, gjatë bisedave dhe heshtjeve, dhe lotve dhe të qeshurave. Kishte ngritur sy drejt jejve. Kishte menduar, jam i plot, jo i përsosur, jo me shenja, jo me histori të rënd, por i plot, me gjithçka, me të gjitha gjërat, me dy shtëpit dhe dy dashurit dhe dy historit dhe një zemër të madhe. Dhe nata kishte vazhduar, e qetë, e panshme, e pasur, si që vazhdojnë gjithmonë,
siç vazhdojmë ne të gjithë, drejt asaj që nuk e dim ende, por shkojmë gjithsesi. Sepse kjo është jeta, të mësuarit të ecësh me gjithë shka që je, me lëndimet dhe me dashurit, me të vërtetët e zbuluara vonë dhe me gënjeshtrat e bëra me dashuri, me 2 shtëpit dhe me 1 zemrën, dhe të vazhdosh gjithmonë, drejt dritës. Nëse kjo histori ju preki zemrën, lini një koment dhe ndani me dikë që ka nevojë ta dëgjojë. Besiani jetoi, dhe ju, duke e dëgjuar, e keni bërë historinë e tij të plotë.